Të dashur teleshikues, ju përshëndes. Fillojmë lajmet në televizionin 4+. Divorcet ndikohen nga traditat, niveli ekonomik dhe urbanizimi. Në Lushnjë, rastet e divorceve janë prej disa vitesh në një konstante të qëndrueshme, thot avokati Kozmajano. Të dhënat nga censi 2023 në 61 bashki mbi gjendjen civile zbuluan se mesatarja kombëtare është 11-12 divorce për 1000 banor, teksa 28 bashki rezultuan mbi këtë mesatare. Një tërësi faktorësh çojnë në divorc si papjekuria, emigracioni, ekonomia, arsimi, dhuna në familje, traditat. Në Lushnjë, rastet e divorcit mbahen në një konstante të qëndrueshme, thot kryetari i dhomës së avokatisë Lushnjë Kozmajano. Situata e krijuar në gjykatë në shkallës parë jurisdiksion të përgjithshëm Fier në lidhje me të gjitha problemet që kanë lindur sipas kodit të familjes, por sidomos këto që kanë të bëjnë me martesat, me zgjidhjet e martesave ose divorcet, siç shprehemi në gjuhën popullore, janë raste që janë mbajtur në një konstante prej disa vitesh. Ka shkaqe të ndryshme që kjo konstante është ruajtur, për faktin se emigracioni ka bërë punën e vetë, gjendja ekonomike këtu ka bërë punën e vetë, si dhe mosmarrëveshjet i lidhin ndërmjet shifteve. Por, duke i konsideruar zgjidhjen e martesës si thuash një regulator për të ardhmen e një çifti të krijuar ishtazi, kuptohet që fakti që zgjidhja e martesës që bëhet përpara gjykatës dhe krijimi i një martese të re, se padyshim do krijohet një martesë e re, ka të bëjë me atë rregullimin e të gjitha pasojave që vijnë nga martesa e parë. Në këto kushte, thash, është mbajtur një konstante në lidhje me kërkesë paditë që janë depozituar në gjykatë për zgjidhje martese. Do të shpjegoj edhe një fakt tjetër se zgjidhjet e martesës sot janë bërë, si të thuash, një trend për faktin se secili çift kërkon që të gjejë atë më të mirën. Dhe duke kërkuar më të mirën, duke besuar te më e mira, krijohet ajo mosmarrëveshje brenda çiftit dhe kështu që lind e drejta për tu drejtuar gjykatës për zgjidhje martese. Raste ka. Por deri në këtë moment e thash që është ruajtur një konstante, nuk është për tu konsideruar alarmante. Një sëri kostosh shoqërojnë procesin e divorcit duke filluar që nga gjyqet. Avokati përmend dhe vështirësitë që sjell vendosja e gjykatës së shkallës së parë në Fier për qytetarët lushnjar. Gjykata e shkallës parë në jurisdiksion të përgjithshëm Fier kuptohet që është gjykatë e krijuar ishtazi nga ku bën pjesë dhe gjykata, ku bën pjesë dhe qyteti i Lushnjës në marrjen dhe në ekzekutimin e këtyre bazueshmërisë ligjore. Në këtë rast, qytetarët lushnjar e kanë parë tani të arsyeshme që janë të detyruar që për nga ana ekonomike të drejtojnë avokatëve këtu në Lushnjë, pastaj të gjithë çështjen e ndjekin në gjykatë e jurisdiksion të përgjithshëm Fier. Pra, kanë krijuar besim se në Lushnjë ekziston një bërtham juridike, domethënë një bërtham, një dhomë avokatie e cila i ndihmon në çdo moment njerëzit dhe zgjedh problemet e tyre. Divorci ka pasoja të shumta sociale dhe ekonomike. Ndërprerja të ardhurave të përbashkëta zakonisht i vë gratë në vështirësi ekonomike dhe krijon destabilitet financiar tek fëmijët. Anketat të tjera kanë treguar se fëmijët me prindër të divorcuar kanë arritje të ulta mësimore, përqendrim të ulët dhe rrezik më të lartë për sjellje të rrezikshme në adoleshencë. Sipërfaqet e mbjella me bostanore po zvogëlohen në fshatrat e Fierit. Shkaqet janë mungesa e tregut, ndryshimet klimatike dhe mungesa e fuqisë punëtore. Mungesa e tregut, ndryshimet klimatike dhe mungesa e fuqisë punëtore kanë bërë që në disa zona të Myzeqes sipërfaqja e kultivuar me shalqi të reduktohet ndjeshëm. Në fshatin Suknji të Roskovecit, fermeri Sajmir Kodheli thotë se nga 5 hektar që kishin mbjell vitin e kaluar, këtë vit kanë mbjell me shalqi 2 hektar. Gjithashtu në mungesë të punëtorëve janë familjarët që u vinë në ndihmë fermerëve. Vitin që kaloi modhem 6 hektar postan, si vjet ja rritëm deri 2 hektar postan. Se ky reduktim? Ky reduktim vajti se nga problemi i çmimit, bëhet postani goxha, po nuk ka çmim. Postani e pas që nuk kishe jam leverdi me 110 lekë vjetra, nuk kishe leverdi që ta mbidhjam edhe na 5 hektar bëra 2 hektar postan. Dola me humbi, as punëtor nuk lava dot fidanin këto terra plerimet. Po thoj tërkohën kam dalë me humbje.
tërkohën kam dalë me humbje në Bostani. Është herë fundi që mbill me qenë që mora tokat me qera dhe do hej dorë edhe në Bostani. Unë jam një nen me 4 fëmijë. Jam 65 vjeçe. Po dytërojmë po vinë këtu, e bej mallin fëmit, do matja, duolëm zero me gjithë salatorin. Fëmit u hodhën tashi në sharqiri. E kanë marrë tokën me qira, me 50.000 lekë dy lymin. 3 milion u vajti ajoja, farishtja. Punimet, zorra, qatë të tëra. Venë më tepër nga 10 milion. Qa do majnë fëmit e mi? Edhe vjetë e patën sharqi këtu, muarën 5 dy lymë mbullën, edhe nuk duolën gje. Si vjetë u dytëruan mbullën 2 hektar. Se qysha dalim tash zoti lartë e di, po do dalim ek. Kratë e fëmijëve të mi ikin. E njëjta situatë paraqitet edhe në zonën e Frakullës, që nuk është e njohur vetëm për kultivimin e luleshtrydhes, por edhe të bostanoreve. Agronomi Erando Troka thot se nga 230 hektar sipërfaqe e mbjell me shalqi, tashmë është reduktuar në 130 hektar. Janë reduktuar pothuajse gjysmë për gjysmë të mbjellat. Sipërfaqja vitin e kaluar ka qenë 220-230 hektar dhe ka shkuar në 120-130 hektar. Pothuajse është 50% në përgjysmim. Cilat janë arsyet që kanë ndikuar? Arsyet unë mund të rendis 3 arsye kryesore. Është mungesa e tregut, janë kushtet atmosferike dhe mungesa e fuqisë punëtore, që çojnë në përgjysmimin e të mbjellave, jo vetëm me shalqi, por dhe me luleshtrydhe, dhe me domate, dhe me pjepër, dhe spec, se kultivoheshin në zonën tonë. Ndërkohë edhe në fshatrat e Levanit, sipërfaqet e kultivuara me bostanore janë reduktuar ndjeshëm. Sa i përket bostanoreve, vjet neve kemi dalë me humbje. Sepse tregu nuk ishte i përshtatshëm. Sa i përket sharqirit, kam pas sharqi vjetë dhe kam pas bërë me tip mikrosera, tunele që i themi ne. Sa ka qenë sipërfaqja që keni kultivuar vjetë dhe sa sa? Unë vjetë kisha një 7 lymë, pak, po 7 lymë. Nuk pata interes fare. Edhe të tjerë që dëgjova që kanë këtu, që kishtë mbjellë. Përballë kësaj situate, fermerët pohojnë se nëse qeveria nuk do të ndërhyjë me politika mbështetëse, kultivimi i bostanoreve në këto zona do të reduktohet tërësisht. Banka e Shqipërisë prezantoi raportin e tranzicionit të Bergshit. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gent Sejko, tha se prodhimi brendshëm bruto u rrit me 4% në vitin 2024. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gent Sejko, prezantoi raportin e tranzicionit të Bergshit, ku tha se prodhimi brendshëm bruto u rrit me 4% në vitin 2024. Sejko u shpreh se politikat industriale që duhet të ndërmarrë vendi ynë duhet të jenë të harmonizuara me procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Ai u shpreh se rruga për rritjen përmes sektorëve tradicional është vështirësuar. Në vend të saj është shfaqur një mundësi e re, eksporti i shërbimeve të digjitalizuara. Për më shumë se 2 dekada në Shqipëri dhe rajon u kemi dhënë përparësi reformave strukturore që ndërtojnë institucione të forta, përmirësojnë klimën e biznesit dhe krijojnë një ekonomi të hapur dhe konkurruese. Këto reforma kanë kontribuar në një rritje ekonomike mesatare prej 3.5 deri në 4% gjatë 5 viteve të fundit, ulje të papunësisë në nivelin e 11.3% në 2024 dhe një rritje të konsumit privat prej 7%. Këto reforma kanë qenë dhe mbeten thelbësore, por sot nuk janë më të mjaftueshme. Sot përballemi me një realitet global krejtësisht të ndryshëm. Tensionet gjeopolitike kanë shkaktuar një rritje prej 30% në kostot e zinxhirëve të prodhimit, të furnizimit që nga viti 2020. Fragmentimi tregtar ka reduktuar fluksin e tregtisë globale me 5.4% në vitin 2023, sipas Organizatës Botërore të Tregtisë. Politikat e riindustrializimit në ekonomitë të avancuara po kanalizojnë mbi 80% të investimeve globale drejt teknologjive të pastra. Shumë ekonomi, përfshirë edhe tonën, po përballen sot me rënje demografike, ndryshime në tregun e punës dhe disbalanca sektoriale. Në këtë kontekst, debati mbi politikat industriale ka kaluar nga diskutimi në strategjit qarta të bazuara në dhëna. Çfarë do thotë kjo në praktik?
Së pari duhet kuptojmë se politikat industriale sot nuk kanë të bëjnë me mbrojtjen e industrive të vjetra, por me nxitjen e sektorëve të së ardhmes, atyre që mund të rriten, të shkallëzohen dhe të krijojnë vlerë të qëndrueshme. Për shumë vende të Bergjit, përfshirë Shqipërinë, rruga drejt rritjes përmes eksporteve tradicionale industriale është bërë edhe më e vështirë. Në vend të saj po shfaqet një mundësi e re, eksporti i shërbimeve të digitalizuara dhe të tregtueshme ndërkombëtarisht. Këto shërbime të inovacionit global, si teknologjia e informacionit, dizajni, logjistika dhe analiza të dhënave, janë në zemër të rritjes së produktivitetit dhe vlerës së shtuar, por për të zhvilluar ato nevojiten themele të forta, investim në arsim, fuqi punëtore e kualifikuar, infrastrukturë digjitale moderne dhe kapacitete të larta institucionale. Posedonte armë dhe lëndë narkotike në automjet dhe në banes, arrestohet 28 vjeçari në Lushnjë, i sekuestrohen një armë sportive, një armë me ftohtë thik, si dhe sasi kanabisi dhe fishekësh. Policia e Lushnjës ka arrestuar një 28 vjeçar se posedonte armë dhe lëndë narkotike në automjet dhe në banes. Këti personi janë sekuestruar një armë sportive, një armë me ftohtë, si dhe sasi kanabisi dhe fishek. Si rezultati kontrolleve sistematike me qëllim goditjen e veprimtarive kriminale, shërbimet e Komisariatit të Policisë Lushnjë arrestuan në flagrancë shtetasin Esa, 28 vjeç, banues në Lushnjë. Nga kontrolli në automjetin që drejtonte u gjetën një armë me ftohtë thik dhe një sasi lëndë narkotike kanabis sativa, ndërsa nga kontrolli në banesën e tij u gjetën një armë sportive dhe një sasi fishekësh. Materialet procedurale i u referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme. Franca ka miratuar ligjin për vdekjen e asistuar të personave me sëmundje terminale, të cilëve do ju lejohet t'i japin fund jetës. Asambleja Kombëtare franceze ka votuar dhe ka miratuar projekt ligjin për t'u lejuar disa personave në fazat e fundit të një sëmundjeje terminale të drejtën për t'i dhënë fund jetës së tyre mendimin e personelit mjekësor. Projekt ligji, i cili u mbështet nga presidenti francez Macron, mori 305 vota pro dhe 199 kundër. Më pas do të shkojë në Senat përpara një leximi të dytë në Asamblen Kombëtare. Mbështetësit e tij shpresojnë se do të realizohet deri në vitin 2027, duke bërë Francën vendin e tretë në Bashkimin Evropian që legalizon vdekjen e asistuar. Sipas dispozitave, vetëm pacientët me një sëmundje të rëndë të pashërueshme dhe në fazë të avancuar ose terminale që përjetojnë vuajtje të mëdha fizike ose psikologjike do të kenë të drejtë të aplikojnë për këtë procedurë. Ata duhet të jenë në gjendje të shprehin qartë dëshirën për të përfunduar jetën dhe do të kërkohet të konfirmojnë vendimin pas një pritjeje 48 orëshe. Doza vdekjepruese do të administrohet nga vetë pacienti ose nga personeli mjekësor nëse pacienti nuk është në gjendje. Vendimi përfundimtar do të merret nga një mjek pas konsultimit me kolegë të tjerë. Projekt ligji përfshin edhe mbrojtjen e të drejtave të stafit mjekësor për të refuzuar përfshirjen në procedurë, por ata nuk mund ta pengojnë ata, në të kundërt rrezikojnë dënim me burg deri në 2 vjet. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashk, mirupafshim.